Policia ka vënë në pranga një 43 vjeçar në Durrësi, i cili mbante një armë zjarri, pistolet pa leje dhe 2 persona të tjerë janë arrestuar nën akuzën për moskallëzim të krimit. Ndalimi i tyre është bërë në kuadër të operacionit të koduar Shutdown. Në pranga ka rënë shtetasi Dritan Agasi, 43 vjeç, banues në Durrës, për veprën penale mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit luftarak, pasi gjatë kontrollit në ambientet e një lokali në lagjen numër 11 në qytetin bregdetar të Durrësit, është gjetur një armë zjarri pistolet me një krehër me fishek. Gjithashtu, në pranga ka rënë shtetasit Artur Karamuça dhe Florence Berberi, por të 2 banues në Durrës, për veprën penale moskallëzimi krimit, pasi kishin dieni për këtë rast dhe nuk e kishin kallëzuar pranë organeve kompetente. Në cilësinë e provës materiale, është sekuestruar arma e zjarrit pistolet me krehër me municion luftarak e gjetur në lokalin në lagjen numër 11. Ndërkohë, materialet procedurale i janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme procedurale.